Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it në këtë video të parë për vitin 2026. Sot do flasim për pijen më të famshme në botë, atë pa të cilën askush nuk hap dot syt në mëngjes, në rast se ka krijuar varësi gjithmonë, apo pijen që e kemi si justifikim për të takuar me njëri tjetrin për të biseduar diçka. Konkretisht do të flasim për kafen. Shpesh lind pyetja nëse kafe na bën apo nuk na bën mirë për shëndetin. Dhe në fakt mendova të bëj këtë video për të sqaruar disa gjëra dhe për të thënë dhe disa kuriozitete që duhet të kemi parasysh. Ju ftoj të ndiqni videon deri në fund. Ta fillojmë videon me efekte shëndetësore pozitive që konsumimi i kafes ka dhe konkretisht me atë që merret e mirëqen. Shumë njerëz pra thonë se nuk mund të përqendrohen pa pirë kafe dhe është e vërtetë, për arsye se do të ketë këtë lloj ndikimi, pra të përmirësimit të kujtesës dhe të përqendrimit tonë. Madje studimet po ecin përpara dhe po vënë në dukje gjithnjëherë më shumë faktin se konsumimi i kafes mund të ulë dhe riskun për sëmundjet neurodegenerative, që janë sëmundjet të cilat prekin sistemin tonë nervor. Konkretisht, besoj keni dëgjuar për Alzheimer, Parkinson apo edhe për demencat. Mendohet se kafja mund të ndikojë pozitivisht në parandalimin e këtyre problemeve shëndetësore. Gjithashtu mund të ketë ndikim edhe në përmirësimin e humorit tonë, pra një ndikim pozitiv në shëndetin tonë emocional. Mund të ulë edhe simptoma deri diku të trishtimit, do thoja, megjithatë kujtesë, depresioni mirëfillt patjetër që duhet të konsultohet tek mjeku dhe të kemi pra realizimin e konsultave me psikolog, por e përgjithshëm mund të themi se do të ketë një ndikim pozitiv tek humori. Kujdes ama në rast se vuani nga ankthi, për arsye se kafja dhe kafeina në fakt mund të ndikojë për keq tek simptomat e ankthit, për arsye se do të mund të ndikojë tek ritmi i zemrës dhe ta përkeqësojë pra ndjesinë e ankthit. Në rast se jeni ndër ato persona që përgjithsisht pra vuani nga simptomat e ankthit, nuk është rekomandueshme që të konsumoni kafe. Konsumimi i rregullt i kafes gjithashtu do të mund të përmirësojë edhe sistemin ton kardiovaskular, sistemin e qarkullimit të gjakut, duke parandaluar në këtë mënyrë sëmundjet e zemrës, por gjithashtu edhe episode të trurit të cilat do të lidhen pikërisht me mënyrën se si do të furnizohet me oksigjen përmes qarkullimit të gjakut. Konkretisht do të ulë riskun për insulte apo goditje në tru. Gjithashtu do të mund të parandalojë dhe sëmundjet e mëlçisë. Dhe një aspekt tjetër pozitiv është ndikimi tek metabolizmi ynë. Do të ndihmojë ndjeshën në procesin e metabolizmit duke ndihmuar në parandalimin e diabetit të tipit të dytë, por nga ana tjetër përmirëson edhe procesin e tretjes. Në këtë rast, duke ndikuar në një farë mënyrë edhe në përmirësimin apo në mbajtjen në kontroll të peshës tonë. Tani, nuk është se kafja do të bëjë mrekullia, patjetër që neve duhet të vijojmë që të kemi një dietë ekuilibruar dhe të shëndetshme dhe të kryejmë aktivitet fizik të rregullt, por konsumimi i kësaj pijeje mund të jetë një lloj ndihmese. Dhe efekti më pozitiv që do të ketë kafe për shëndetin tonë dhe që mua më pëlqen më tepër ka të bëjë me faktin se ka një përmbajtje të lartë të antioksidantëve. Kemi përmendur edhe në videot e tjera, antioksidantët do të mund të parandalojnë proceset oksidative të cilat do ndodhen si pasojë radikaleve të lira. Shumë fjalë, për ta thënë me fjalë të thjeshta, konsumimi i rregullt i kafes mund të ndikojë në uljen e riskut për një sër tumoresh apo edhe kancerash. Dhe sigurisht që ky është një lajm shumë i mirë. Kujdes ama jo të gjithë janë të përshtatshëm që të konsumojnë kafe. Personat të cilët vuajnë nga ankthi apo personat të cilët mund të kenë edhe probleme të pagjumësisë, nuk është e rekomandueshme që të konsumojnë kafe. Edhe personat të cilët kanë probleme me tretjen, përgjithsisht kanë një zorë shumë të ndjeshme apo personat që mund të kenë aciditet të shtuar të stomakut, rekomandohet që të mos e konsumojnë atë për arsye se kafja në fakt do të arrisë aciditetin. Gjithashtu edhe personat të cilët janë ose më saktë gratë të cilat janë shtatzëna nuk duhet të konsumojnë sasi të tepruara të kafes, maksimumi 1 filxhan, për arsye se do të ndikojë patjetër edhe tek fetusi kafeina e tepërt, duke vënë në rrezik edhe shtatzanin. Dhe gjatë laktacionit rekomandohet të mos kalohet sasia e 2 filxhane kafe në ditë. Gjithsesi, për të gjithë ne rekomandueshmja është që të mos abuzojmë me kremra të shtuar në kafe me sheqer dhe konsumimi i rekomandueshëm është tek 2 filxhan kafe në ditë, maksimumi 3 apo edhe 4 në raste më të veçanta për popullatën adulte, por të mos e tejkalojmë këtë lloj sasie. Dhe në rast se keni stomak më të ndjeshëm, rekomandohet që të përzidhni kafe më të lehta. Një pyetje që ma bëjnë shpesh është nëse mund të konsumojmë kafe me përmbajtje të qumshit apo do të jetë akoma edhe më keq për stomakun tonë. Në fakt, për ata personat të cilët përgjithsisht kanë ndjeshmëri më të shtuar,
mund të duhet që ta evitojnë këtë lloj kombinimi për arsye se kafja nga një anë do të rrisë aciditetin dhe nga ana tjetër qumshi ka në përmbajtje të tij edhe laktozë që është sheqer natyral në përbërje të tij, por shumë njerëz mund të jenë intolerantë dhe ky kombinimi i kafes me laktozën mund të çojnë në siklete dhe fryrje dhe ndjesi pareatije. Rekomandohet kështu që personat të zëvendësojnë qumshin me qumshte alternativ, ose pa laktozë, ose qumësh soje, bajame, shar kokosi dhe alternativat e tjera që janë të pafundme ditët e sotme, ose fundja fare ta konsumoj kafen pa përmbajtje fare të qumshtit dhe të vërzjell kafen sa më të lehtë. Gjithashtu disa persona mund të jenë edhe intolerantë apo të kenë probleme me kafeinën, prandaj një alternativë do të ishte edhe përzgjedhja e kafes pa përmbajtje të kafeinës. Dhe në rast se të gjitha këto gjëra nuk është se e qetësojnë sikletin, duhet të heqim dorë nga kafja ose minimalisht të paksojmë sasinë e konsumuar. Ka njerëz që më pyesin edhe lidhur me kafen turke. Tani, kafja turke është më e shëndetshme apo më pak e shëndetshme? Tani kjo është pak subjektive të thuhet për arsye se kafja turke ka përmbajtje më të lartë të varave esencial, që do thotë do të jetë disi më e fortë dhe më e vështirë për t'u tretur për personat të cilët kanë stomak të ndjeshëm. Ndërkohë, nga ana tjetër, në rast se nuk keni problematika të tilla, keni parasysh që kafja turke do të ketë një sasi shumë herë më të lartë të antioksidantëve, që do thotë dhe përfitimet shëndetësore do të jenë të shtuara në rast se konsumojmë këtë lloj kafe, e cila tashmë nuk do të jetë aq e filtruar sa alternativat e tjera. Dhe disa këshilla të fundit të përmbledhura do të ishin që të mos abuzoni me sasinë e kafes. Pra 2 filxhana në ditë do të ishin ose të mjaftueshëm, në rast se keni probleme me aciditetin, edhe 1 do të ishte më së mjaftueshëm. Mos e përzini atë me qumshte, kremra dhe sheqer të shtuar. Gjithashtu në rast se jeni në gjithdhënie, mos e abuzoni me sasinë e kafes dhe kujdes në rast se jeni shtatzëm për arsye se do të ketë ndikim tek fetusi. Në rast se jeni në gjithdhënie, të paktën të konsumoni kafen pas procesit të gjithdhënies dhe jo përpara. Gjithashtu mos e konsumoni kafen sapo hapni syt në mëngjes, por prisni të paktën gjysmore dhe të keni konsumuar diçka dhe jo me stomakun poshtë. Dhe sigurisht që në rast se do të keni probleme me pagjumsinë, nuk është se do të jetë rekomandueshme që ta konsumoni atë. Dhe kjo ishte videoja për sot, miq. Shpresoj shumë që t'ju kam dhënë informacione të vlefshme dhe duke ju falendëruar që më ndoqët deri në fund, ju ftoj që t'i bëni like dhe ta ndani me miqtë tuaj në share. Gjithashtu ju ftoj që të bëni subscribe apo të abononi në kanalin tim në mënyrë që të mos humbisni asnjë nga përditësimet e mia. Përfitoj nga rasti gjithashtu për t'ju uruar një vit sa më të mbar, ku në radhë të parë një herë ju uroj shëndet të mirë pasi ky është kryesori, dhe pastaj të gjithë gjërat e tjera, dhe shpresoj shumë që të jetë viti i realizimit të dëshirave që ju keni në zemrat tuaja. Bashkë do shihemi në videon e radhës dhe deri atëherë si gjithmonë ju uroj të gjithëve shëndet.